Ke qef gjithashtu edhe politikën, a? Ti si lider i shtëpisë e tregove që të shkon pushteti, a? Je shumë i mirë si lider. Na thuj pak, a do futesh në këtë fushë, si thua? Unë mendoj që ne kemi nevojë për lidera që nuk u shkon pushteti, në sensin që kemi nevojë për njerëz në politikë të cilët nuk kanë pushtetin e tyre më parsor. Politika është jo e bukur, është përgjegjësi, edhe unë dëshiroj të jap nga vetja. Dhe besoj që të përfaqësuarit e shqiptarëve do të ishte një mënyrë që të ma lejonte këtë gjë. Patjetër që politikën e shikoj si një diçka me rëndësi ku mund të dhuroj për vendin tim atë çka besoj unë që i duhet. Edhe ne na duhen njerëz kualitativ, por megjithatë njerëz që kuptojnë që në detyra të caktuara, në misione të caktuara nuk është vetja jote prioriteti. Edhe mendoj që pikërisht për këtë arsye ne jetojmë në një sistem që tani më nuk e kuptojmë dot ku e ka defekt. Kështu që e konsideroj, më duket diçka në cilën jo, nuk duket interesante. Do ishte e shëmtuar ta shpreha ashtu. Për mua, se ndoshta politika është interesante. Po nuk do ta shoh nga këndvështrimi. Do ta shoh nga këndvështrimi tjetër që është ai i të dhënit diçka për njerëzit që u duhet dikush i mirë për t'i përfaqësuar. Edhe modestisht besoj që ka diçka për të shprehur në këtë drejtim. Tani kalojmë pak te Big Brotheri, se nuk e shmangim dot Big Brotherin. Çdo gjë rrotullohet në botën e Big Brotheri. Ka dy kategori njerëzish, ato që jetojnë duke luajtur gjatë gjithë kohës dhe ato që mendojnë që mund të luash sado mund të luash të del karakterin e parë. Domethënë ti përket kategorisë së dytë, që karakteri gjithë përkasin kategorisë së dytë. Jo të gjithë. Jo, absolutisht. Piki Rogertin që ka luajtur gjithë kohës. Jo, secili përket kategorisë së dytë. Njerëzit mund të pretendojnë që jo, mund të thonë që unë aty brenda bëra një lojë etj, por arsyeja pse teatrat nuk zgjasin nga 90 ditë nuk është vetëm se lodhen aktorët, është se dalin nga roli. Kështu që në çdo shfaqje që zgjat, roli dikur shkrihet me karakterin tënd dhe ti kthehesh në veten tënde. Pra ti je personi që je në të përditshmen tënde edhe brenda asaj shtëpie. Mirë, do flasim pak për miqësitë tua. Mund të pretendosh që jo, por gjithmonë të tillë jeni. Pastaj patjetër, domethënë dikush mund t'i japi më shumë peshë. Unë kam pas gjithmonë këtë merakun që mos zhbëhet personi im. Pra nuk doja të dalësh jashtë vetes. Jo të dalë jashtë vetes. Ne në vetë jemi gjithmonë, po nuk doja këto janë programe televizive. Në të përditshmen e ti, secili person ka momente të mira dhe jo të mira. Ka gabime, ka zëra të ngritur, ka edhe absurditete, por ky është një program televiziv që njerëzit e shohin dhe ti detyrohesh publikut tënd të tregosh më të mirën tënde, por nga ana tjetër jo të aktrosh sjelljen tënde apo të quajmë kështu pozitive apo që shkon mirë me standardin publik. Kështu që për mua është e rëndësishme të shfaqja veten, por pa bërë kompromise që unë si bëj asnjë jetë që të marr një copë më të madhe nga ndarja e tortës në këtë rast Bigut. Tani ti ke bërë një këngë me Stinën, je duke bashkëpunuar për të dytën, si është marrëdhënia me Stinën? Jemi shumë miq, shumë miq. Sikurse kemi lënë Big Brother, ashtu e kemi vazhduar dhe jashtë. Thjesht njerëz që gjendemi mirë me njëri tjetrin, kuptojmë artin e njëri tjetrit, po megjitha shpirtërisht jemi shumë të tillë, jemi shumë miq. Edhe besoj që do jetë kështu gjithmonë. Kalojmë tek një tjetër personazh që ne pritëm që të kishit më shumë afërmitet, nuk e di pse, me Malin. Me Malin ne jemi aq afër sa që keni pritur ju. Tani, domethënë duhet me hap një GoFund tjetër që t'i blejmë Malit i shtëpinë në Tiranë, ta bim këtu nga Prishtina thotë. Çfarë ti bëj Malit unë që jeton në Prishtinë tani dhe vetes time që jetojnë në Tiranë. Ja, me Malin jemi absolutisht aq miq saç kemi qenë, patjetër që botët tona kanë secila natyrën e vet, kemi gjithsekush punët e veta, por jemi takuar shpesh edhe në Tiranë, edhe Mali ka nxjerrë një super këngë shumë të mirë. Siç e ka ai zakon me shumë nivel të lartë artistik në të. Mund t'ju them që bashkë kemi planë në botë diçka. Sa që mirë, po tani jemi të dy duke menduar një motiv të bukur edhe ai nga ana tjetër merr në telefon thotë Tako si duket kjo, pastaj më unë i them po ty si duket kjo tjetra, që do ta bëjmë kujt i bi 10 në fund që të vendosim se ç'a motivi nga ato do ta kthejmë në një këngë, por duam diçka bashkë edhe ja, me Malin jemi në marrëdhënie shumë të mirë. Tani patjetër që njerëzit ndoshta janë mësuar me personazhe publik që ta shesin marrëdhënien e tyre. Për show. Patjetër. Po ne e para njëri jemi shok, pra nuk martohemi dot. E dyta jemi të tillë personazhe që s'kemi lidhje me këtë lloj milleti fare. Domethënë me këta njerëzit që kanë
që qëndrojnë në rëndësinë e tyre publike se martohen, ndahen, martohen prap, ikin, vinë.